Ish presidenti i Republikës Bamir Topi u paraqit këtë të martë në ambientet e Spakut, ku u mor në pyetje për aferën e 21 janarit, ngjarje gjatë së cilës humbën jetën 4 persona në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Topi u thirr në cilësinë e personit që ka dieni për rrethanat e kohës, duke qenë se ai mbante postin e kreut të shtetit në momentin e ngjarjes. Pas një seance rreth një ore gjysmë, ish presidenti zgjodhi të mos komentonte mbi dëshminë e dhënë. Ai nënvizoi se procedimi është në fazë aktive hetimi, si dhe për respekt të institucionit nuk mund të jap detaje. Për të dëshmuar atë që ka di unë, pasi kanë qenë në atë kohë kryetar shtetit. Unë kam folur për 21 janarin, vazhdimisht, në respekt të transparencës me publikun. Tjetë funksioni i prokurisë së posaçme është thjesht hetimi për të dalë gjithmonë tek e vërteta. Çështja e 21 janarit, për cilën prokuria e posaçme ka hapur hetime prej më shumë se një viti, përfshin 3 akuza të rënda: vrasje në rrethana të tjera cilësuese, shpërdorim detyre dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, të dyshuare se janë kryer në bashkëpunim. Hetimet janë hapur pas kallëzimit të familjarëve të Alex Nikës, një prej viktimave të protestës. Para Topit në Spak janë marrë në pyetje dhe figura të tjera kyçe të asaj kohe, përfshirë ish-kryeministrin Sali Berisha, ish-ministrin e Brendshëm Lulzim Basha. Prokuria po përpiqet të rindërtojë zinxhirin e përgjegjësive institucionale për një nga ngjarjet më të rëndësishme politike të dekadës së fundit.